Ecjet në Bjeshk tashmë janë bërë pjesë e pandashme e fundjavave për shumë prej nesh. Janë ato çaste që priten me padurim, sepse çdo shteg sjell një përjetim të ri. Edhe sot kemi zgjedhur një tjetër copës të mrekullueshme të maleve të Sharit. Destinacioni ynë është liçeni i Konjushës, e më pas maja që ngrihet mbi të. Që në nisje, secili nga pjesëmarrësit duket i përgatitur dhe plot energji. Moti është në anën tonë. Dielli e ndriçon shtegun, ndërsa sa më shumë largohemi nga Prevalla, aq më i freskët bëhet ajri i Bjeshkës. Këtu te burimi i Lumbardit, ndalemi për të soditur peizazhin, për të fotografuar, për të filmuar, për të mbushur ujë dhe për të pushuar, sepse bukuritë e Sharit nuk kalohen me nxitim. Ato duhen përjetuar. Ndonë se jemi në fund të qershorit, në pjesë të shtegut ka borë. Ecim me ritmin e natyrës, në kilometrat e fundit para liçenit. Tashmë kemi arritur te liçeni i Konjushës, liçeni me lartësinë më të madhe mbidetare në malet e Sharit, në 2410 metra mbi nivelin e detit. I gjatë rreth 100 metra dhe i gjerë afro 70 metra, ai qëndron i qetë rrëzë majës së Konjushës, si një pasqyrë alpine mes shkëmbijve. Pas një pushimi dhe drekës pranë liçenit, me pajtimin e të gjithëve dhe jashtë planit fillestar, vendosim ta zgjasim aventurën, duke hyrë në shtegun që çon drejt majës së Gushbabës dhe majës Bistra, në 2651 metra lartësi mbidetare. Kanë të ndalur. Dhe ja, tashmë jemi në majën Bistra. Panorama që shtrihet para nesh është shpërblimi më i bukur i kësaj dite. Malet e Sharit hapen në të gjitha drejtimet, të qeta dhe madhështore.
Çlodhemi edhe pak. Shijojmë heshtjen, sodisim horizontin dhe ruajmë në kujtes këto pamje përpara se të kthehemi drejt Prevallës.